me të drejtën ankullën me kanë dërguar me 10 mesazhe me ditë të tëra, javë të tëra nuk janë duke ardhur kompania pasrimit me grumbulluar mbeturinat, shportat janë dalë në rrugë dhe ne kemi problemin kryesor në vitin 2026 kur të gjithë qytetarët i pagujnë fakturat me rregull, mos më marrë mbeturinat, domthonë kjo është një papërgjegjësi totale. Ajo është edhe më shqetësuese për ne. Ju e dini që kemi një problem shumë të madh me qendrën Dacak. Qendrën Dacak në kërkim të ushqimit po i rrezojnë domthonë shportat e mbeturinave dhe po tërheqin ushqimin dhe kjo po krijon rrugë mbuluara me mbeturina, erë të pagdurueshme dhe rrezik serioz për shëndetin publik. Domthonë kemi dy probleme serioze me të cilat absolut institucionet të cilat janë përkatëse, të cilat do të më marrë me këtë çështje nuk janë të mirën, ende deri me sot, kur jam duke diskutuar me juve, nuk e kemi një informacion ose një reagim nga kompania ose nga komuna pse nuk po vinë më mbledh mbeturina, domthonë qytetarët janë revoltuar me të drejtë. Mos harrojmë në vitin 2026 ne kemi ende kësi probleme të mbeturina, kjo është me të vërtetë e papranueshme dhe mjaft shqetësuese. Po, zoti Ashari, më falë, Ardina, të tregojmë për dëgjues në radio që gjithsa po e bisedojmë këtë intervistë edhe i kemi disa pame të cilat i kemi marrë ku me të vërtetë shihet që borlogu nuk është mbledh nga kontenerët. Pse po ndodh kjo? Nuk di, nuk kemi informata, me thënë drejtën, nuk kemi informata, me 10 qytetarë me kanë shënuar për me reaguar dhe unë si anëtar i kuvendit përfaqësues qytetarëve kam obligim edhe ligjor edhe moral edhe institucional që të reagoj e kombo reagimin deri me sot institucionet përkatëse, as kompania pastrimit, po as komuna në këtë rast nuk na ka treguar për çfarë arsye nuk po mbledhen mbeturinat, ku është problemi. Mos harrojmë se ne si komunë kemi në muksa i kemi dalë në ndihmë si kuvend komunal disa herë se kompania domthonë regionale, po flasim për kompaninë pastrimit që është Lipian, kemi ndarë derivate, kemi ndarë mjete financiare në mënyra të ndryshme për arsye që mos mu blloku puna. Ne e dimë që pak tash klientelizmi e ka shkaktuar Kosovën sinqerisht me të madhe, domthonë nipi i kryetarit është drejtori i kësaj kompanie, e shumë familjarin aty të punson edhe kjo pak edhe e bën punën pak më të rëndë dhe më të rënduar, por megjithatë qytetarët janë të revoltuar, rreziku është permanent nga qendrën Dacak për arsye që ata duke kërkuar ushqim e kanë bërë nëse vini sheni lagjet tona, rrugët tona, domthonë kanë bërë pa para, domthonë është e papranueshme çka është ndodhur. Zotri Ashari, ju lutim që të shtyheni pak në mënyrë që t'ju shohim plotësisht. Flasim tani edhe për pjesën e mbeturinave në kryeqytet. Ju faleminderit. Flasim tani edhe për pjesën e mbeturinave pra në komunën e Lipianit. E njëjta situatë është si në fshatra, po ashtu edhe në qytete, po thoni apo jo? Në qytet është edhe më e vitën tonë, është edhe më alarmante për arsye që aty është diçka e paparë, nëse futesh në brendësinë e qytetit, në zemrën e qytetit Lipianit, e sheh grumbullin me mbeturina është e pafashme. Mos harrojmë që javë vetëm një informat. Komuna Lipianit njihet për deponi ilegale. Dikur më shumë se 40 deponi ilegale në komunën e Lipianit, me 62 fshatra dhe me qytetin e Lipianit. Domthonë është një situatë që ka dalë prej dorë dhe nuk është duke marrë kërkush, ende nuk kemi asnjë kampanjë domthonë të verisimit, ende dënime domthonë ju e dini se që funksionon shteti, domthonë aparati shtetëror duhet me përdorë dhunën, në këtë rast nuk flas për dhunën fizike, por dhunën me dënime, me gjoba, edhe me mekanizma të ligjor, përndryshe është e pakuptueshme çka është ndodhur me komunën e Lipianit, sidomos me mbeturinën. Më shumë se 40 deponi ilegale kemi në komunën e Lipianit. Po, shumë kjo është një numër shumë i madh, shumë shqetësues kur dihet që komuna e Lipianit është megjithatë komunë, s'po thojmë e vogël, por e mesme. Pse pra kanë mbetur ashtu 20 domethënë vende ilegale të mbeturinave kur dihet që si shtat edhe jo është e dënueshme me ligj edhe janë edhe dënimet. Me thonë drejtën aty në mandatin e dytë që jam në kuvendin komunal, fol votës qytetarëve dhe ju morë mënyrë intenzive me çështjen e mbeturina edhe absolut deri me sot. Aty ku kam reaguar më të madhe në shkuj kam evituar 2-3 herë apet u përsërit kum kërkuçi nëpërmjet Ministrisë Menaxhimit vendosen dhe kamerat të sigurisë që ata qytetarë pa përgjegjshëm që i hudhin mbeturinat të identifikohen, të mirët numri i tabelave të veturës ose të kerrëve të punës dhe të dënohen. Po nuk dojmë më marrë me atë punë. Kjo është mandatin e 4 për pushtet, sinqerisht nuk është interesuar më fare kjo çështje. Ju i po disa foto këtu janë vetëm disa foto të qytetarëve, por nëse fundin në brenditje të fshatrave, lagjeve dhe qytetit me të vërtetë është shqetësuese. Por ne kemi informacion që edhe në fshatin Top Liçan, pra gjatë vikendit është organizuar një protestë. Keni parë ndonjë shenjë pak kënaqësie nga qytetarët? Aty kam reaguar me drejtë edhe më herët edhe në fillim kur kanë dashur me vendos afar deponi ilegale aty, ka qenë këtë një lojë kryetarit me kompaninë e pastrimit, e kemi ditë që është e papranueshme ajo, nuk e menaxhon askush, shkon dikush i dhëz ato mbeturina, ato krijojnë një aromë jashtëzakonshme të keq edhe me të drejtë qytetarët
e fshatit Topliqan me të drejt ka ndorë me protestuar, nëse shkoni shikoni çfarë gjendje ka ardhur aty është me të vërtet e papranueshme. Po mirë, a ka ndonjë shenjë, ndonjë dritë në fund tunelit në lidhje me këtë çështje? Ju thatë se jeni që 2 mandate në kuvend, po besoj megjithëse jeni në opozitë me pushtetin aktual, keni komunikim edhe me ndërmarrjen publike të pastrimit që të intervenohet edhe të reagohet për largimin e këtyre vendeve ilegale. Ne kemi bashkëbisituar për shembull me komunën e Gjakovës, por edhe në Zgabën e Prizren apo në Rahovec kanë marrë disa masa dhe disa ligje të reja dhe në bashkëpunim me policinë kanë filluar të vendosin kamerat. A ka gjasa që një gjë e tillë të vjen edhe në Lipjan? Deri me sot kjo s'ka ndodhur, kjo ka qenë 2021 një kërkesë e ime eksplicite, domthonë nga foltorja e Kuvendit Komunal që në bashkëpunim me policinë, me Ministrinë e Mbrojtjes të vendosin kamerat të vendosë të shikimi i gjobave, se për ndryshe është e problem nëse nuk vedisohemi ne si qytetar pa asnjë dënim, atëherë e vetmja shancë është dënimi, ai që e vedison qytetarin për mos me hull metorinat. Po mos harrojmë ne nuk kemi edhe vend ku me hull metorinat, kjo është një problem tjetër. Nuk po flas për këto inerte, këto ushqimet. Po nëse ti e bën demolim ose bën diçka ti nuk i vend ku mi hedhë metorinat, kjo është një problem shtesë në komunën e Lipjanit. Edhe për atë arsye institucionet, ekzekutivi në këtë rast, do t'i menaxhoj këtë çështje, do të punoj për atë, e ka marrë besimin në qytetar, është mandati 4, edhe sikur Gjakova që ka vendosur kamerat me bashkëpunim me policinë, edhe komuna e Lipjanit, për arsye që është një ndër komunat me më shumë të deponi ilegale, edhe deri më sot ende asgjë s'ka bërë. Tash, u shku ka pastruar 2-3 herë, 2-3 pika qendrore, ju e keni në rast me shkollën fillore, tash që është ka me sikur grëmall dhe keni pa. Nëse shkoni aty është mes fshatra, domthonë fshatit Banu, Vllagos dhe Bujari, nëse shkoni e sheni aty është bërë deponi ilegale, kështu deponi me plot kuptimin e fjalës. Ku e kam një reagim para 2-3 javë, deri më sot askush s'ka shku me bukë asgjë. Pse si kanë vendosur aty kamerat, edhe ata qytetarë që janë pa përgjegjshëm që ullin betorina, ta marrin dënimin e meritum. Ne nuk mund të vedisohemi ndryshe. Unë nuk po kuptoj si mund të pretendojmë për zhvillim kur nuk mund të flasim as për standardet evropiane, kur nuk kemi në gjendje ta menaxhojmë betorinat në mënyrë bazike. Pra, krejt ka po kërkojnë qytetarët, çka kërkojnë qytetarët e komunës së Lipjanit, është përgjegjësi konkrete jo arsyetime, orar qartë respektim të tij dhe mos urgjente për menaxhimin e çëndrës të cak dhe transparencë plotë qytetarëve. Ne kemi probleme me çëndrën të cak, kemi dhënë mjetin nga Kuvendi Komunal dhe ende ata çëndra të cak nuk po trajtohen dhe qytetarët çdo ditë janë të rrezikun. Para mendohet tash kur janë shportat me betorina jashtë e ku ka pjesë ushqimit mbrana, sot rrezikshëm ditë me qenë ata e kur fëmija nxënësit që shkojnë në shkollë për shembull, ose familjar dolin me kry shërbimet e veta ditore. Po pra, Zotri Ashari, ju faleminderit shumë për kohën, ne po mundohemi të kontaktojmë direkt me kryetarin e komunës së Lipjanit, Zotrin Ibri Ahmeti, për ta pyetur dhe për të parë si qëndron situata dhe çfarë reagimi ka ai në lidhje me mbetorinat në qytetin e Lipjanit, po ashtu edhe në fshatra. Unë ju falenderoj për mundësinë dhe ju përgëzoj për emisionin për temat të caktuara dhe nëse më lëni vetëm 30 sekonda, mos i nesër është Fitër Bajrami gjithë besimit musliman t'ju uroj Fitër Bajramin, shëndet dhe lumturinë jetë, e shpresojmë që të vedisohemi si popull dhe si shoqëri e mos kemi më probleme bazike sikur mbledhja e betorinave. Faleminderit shumë zoti Ashari, pra edhe ne do t'ju përcjellim dhe do të vazhdojmë ta mbulojmë këtë ngjarje me shpresë që sa Artina do të ketë një intervenim edhe një koordinim nëpërmjet komunës, pastrimit edhe të gjithë aktorëve, Arsim Asharin, shef i grupit parlamentar